Mbrëma, po fillon plug. Sonte do të ndalemi tek një nga strukturat më të posaçme në historinë e shtetit shqiptar, SPAK. Aq e posaçme, saqë në hetime të caktuara kanë arritur të investigojnë deri në brezin e 4 apo në ndonjë rast deri te fëmijët të palindur ende. Aq e posaçme, sa ka arritur të zbulojnë edhe se sa kushton metri katror i pllakave të banjove të zyrtarëve të akuzuar. Por këto standarde nuk vlejnë kur bëhet fjala për vetë ata. Do të flasim për Altin Dumanin, ish kreu në SPAK që e shndroi këtë institucion nga një investim shqiptar dhe ndërkombëtar në institucionin më të atakuar për përdorje politike. Do të flasim pikërisht me standardin e Altin Dumanit, me standardin që ai vetë ka vendosur që teksa arrin të gjejë edhe çmimin e pllakave të banjos për zyrtar të tjerë, për vete ka harruar të deklarojë, ose më sakt është përpjekur të mos deklarojë vilën ku vetë banon. Ndërsa Komisioni i Vetingut ka mbyllur jo një, por të dy sytë përballë Dumanit, duket se opinioni publik nuk është aq symbyllur. Ndaj sot, duhet kuptojmë që nëse flasim për ligj, ai duhet jetë i njëjtë për të gjithë, dhe jo sipas interesave dhe orekseve të ndonjë prokurori të caktuar, qoftë ky edhe vetë kryeprokurori. Në deklaratën notariale të Jorgo Pangos dhe Arikla Pango thonë: dhëndri ynë Altin Dumani është martuar me vajzën tonë në janar të vitit 2003. Kohë kur po mbaronte kati i tretë i vilës dhe financat ishin siguruar. Por çfarë thonë dokumentat e shtetit, të kadastres, të lagjes, të legalizimit? Vila që pretendohet se u ndërtuar në vitin 2000, dokumentat thonë se është në tokën e familjes Çullhar, zotit Gëzim Çullhar, të cilët kanë bërë kontratë notariale me datën 24 i nënti 2004 për shitjen tek Jorgo Pango të tokës prej 307 metër katror, e cila figuron në kadastër. Ar e lirë, kjo deklarat që i duhej Altin Tropinit për të latë durë si Pilati në procesin e vetingut, është dorëzuar në veting dhe është tërhequr dhe sot nuk e keni më në dosje dokumentën e mashtrimit. Ky është vetingu. Nuk keni harte e 307 metrave tokë, keni legalizimin në vitin 2016. Kreu i SPAK, delinkuenti Dumani, legalizon vilën e ndërtuar pa leje 3-4, pas 15 vitësh për të marrë penga e Edi. Ky njeri ka la para me vilën. Javën e kaluar, teksa u paraqit në SPAK, lideri i opozitës Sali Berisha bëri një nga denoncimet më të rënda për ish-drejtuesin e prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Berisha publikoi të dhëna që ngren dyshime të forta se Altin Dumani ka kryer jo vetëm mashtrim në procesin e vetingut, por njëkohësisht faktet krijojnë dyshime të forta se ish-drejtuesi i SPAK ka kryer pastrim parash, vepër për të cilën foli shpesh. Prona në fjalë, pra vila që ndodhet në njësinë numër 6 në Tiranë, është vendbanimi aktual i Altin Dumanit. Sipas deklarimeve të kryera në Komisionin e Vetingut, vila ku Dumani dhe familja e tij jetojnë aktualisht i përket vjerrit të tij, ndërsa para komisionit, ish-kreu i SPAK deklaronte se ajo ishte ndërtuar me donacione të një bamirësi anglez. Kjo pasuri është ndërtuar në vitin 2001 dhe aplikimi për legalizim është bërë në vitin 2005, fakti i cili provon ndërtimin e plotë të kësaj pasurie të paluajtshme. Subjekti i rivlerësimit bazuar dhe në deklaratat vjetore periodike të dorëzuar në ILDKPKI ka filluar ta përdorë këtë pasuri të paluajtshme që prej vitit 2009, gjithashtu komisioni konstatoi se kjo pasuri është ndërtuar me të ardhurat e lishme të prindërve të bashortes nga kontributi i pastorit GB, si dhe nga fondet e kishave në Angli. Pra, KPK është mjaftuar me deklarimet e Altin Dumanit dhe nuk ka kryer asnjë lloj analize për të ardhurat e vjerrës, apo cila ka qenë shuma e dhuruar nga pastori zemërgjër për familjarët e prokurorit Altin Dumani.
Për më tepër, Vettingu nuk ka kryer as për llogaritjen më të vogël se cila është vlera e kësaj vile ku jeton aktualisht kreu i SPAK, institucioni që duhet të jetojë zyrtarët edhe për një garzoniere, rrëshvet 50.000 lekësh apo pllakat e banjës së gruas së ndonjërit. Në fakt, këto të dhëna Plugi denoncoi që në emisionin e sezonit të kaluar, ndërsa sonte do t'ju tregojmë në mënyrë të detajuar pikërisht falsifikimet e Altin Dumanit dhe familjarëve të bashkëshortes së tij për vilën e pretenduar se është ndërtuar me donacion. Dokumenti që shihni në ekran është një deklaratë notariale e shtetasve Jorgo dhe Arikla Pango, përkatësisht vjerri dhe vjerra e Altin Dumanit. Me vullnetin e tyre, në datën 15 qershor 2019, pra vetëm një muaj përpara se dhëndri i tyre që kishte shpallur kandidaturën për SPAK të kalonte Vettingun, Jorgo dhe Arikla paraqiten para noterit për të nënshkruar një deklaratë që do të justifikonte pasurinë e Altin Dumanit. Deklarata nis me faktin se prindrit e bashkëshortes së Altin Dumanit, pas vitit 90, lanë vendlindjen e tyre, Zagorinë e Gjirokastrës, dhe emigruan në Greqi për të punuar, ndërsa në vitin 98, në ishullin e Kretës në Greqi, çifti Pango deklaron se është takuar me çiftin britanik Graham dhe Eunice Ball. Në vitin 1998 kemi takuar në ishullin e Kretës bashkëshortët Graham dhe Eunice Ball, çift pastorësh anglez, të cilët u misuan me ne dhe i ftuam të vinin në Shqipëri, po në vitin 1998 çifti Ball erdhi në vizitë në Shqipëri, pasi pan kushtet jo shumë të favorshme të jetesës së vajzave tona në Tiranë, Alketa, Adelina dhe Albana, të cilat jetonin në një dhomë në ish shkollën e partisë në Laprak. Ata u angazhuan në ndërtimin e një shtëpie, përkatësisht në zonën e kombinatit, në rrugën që tani emërtohet si Petro Strugji, më parë emërtohej si Llambi i Bonata, e herë si Petraq Leka, sepse janë rrugë të afërta në këtë banesë. Pra, me këtë deklaratë nis edhe historia e vilës. Vetë deklarata ngre dyshime të forta për mungesë vërtetësie, pasi është e habitshme se si një çift pastorësh nga Britania, të cilët me siguri kanë qenë me pushime në Kretë, vendosin të kthehen në Shqipëri për të parë kushtet e jetesës së 3 vajzave të familjes Pango. Ne si familje kishim kursime nga puna jon, por jo të mjaftueshme për të ndërtuar një banesë për të gjithë familjen. Pra kryesisht kjo shtëpi është ndërtuar nga ndihma e misionarit anglez Graham Ball dhe bashkëshortes së tij. Nuk e mbajnë mend mirë shumën e saktë të parave që ata na kanë sjellë, po që prej vitit 1999 deri në vitin 2003 shuma ka qenë rreth 45.000 pound. Në vitin 2003, kur u ndërtua kati i fundit i shtëpisë, u vu dhe çatia. Graham dhe Eunice Ball, që nga viti 2003 deri në vitin 2008 kanë ardhur rregullisht në Shqipëri 1 apo 2 herë në vit, ku qëndronin pikërisht tek shtëpia jonë në kombinat. Çifti Ball jo vetëm që na kanë ndihmuar për ndërtimin e shtëpisë, por ata kanë ndërtuar edhe rrugën e cila ishte e pashtruar dhe me dhuc, me qëllim që të përfitonte i gjithë komuniteti. Deri këtu, Jorgo dhe Arikla Pango tregojnë se sipas tyre, vila u ndërtua me donacion nga çifti i pastorëve britanik.